Lepuri dhe breshka. Na ishte një herë një lepur që talli me këmbët e shkurtra dhe ngadalësinë e ecjes së një breshke. Megjithatë dhe breshka nuk qëndroi e heshtur dhe u mbrojt duke qeshur dhe duke I thënë lepurit: "Ti lepur mund të jesh shumë I shpejt, por jam e sigurt se në një garë bashk unë mund të fitoj." Lepuri, I befasuar nga këto që I tha breshka, e pranoi sfidën pa u menduar dy herë. Dhe të dy propozuan dhelprës që ajo të ishte e cila të tregonte rrugën dhe finalen. Ditë më vonë, mbërriti momenti I pritur I garës dhe kur filloi numërimi në 3, dhe gara filloi. Breshka nuk ndalet duke ecur me ritmin e saj të ngadalt, por duke përparuar reqet drejt finales. Në vend të kësaj, lepuri vrapoi aq shpejt sa e la breshkën shumë mbrapa. Kur ai ktheu kokën dhe nuk e pa më breshkën, tha: "Më mirë po bëj një syz gjumë, se breshka kush e di sa vonohen." Pas pak lepuri u zgjua dhe pa nëse breshka nuk ishte arritur akoma pas dhe po ecte drejt finales. Kur ai e pa breshkën aty, afër fundit, dhe vrapoi shpejt, por jo, breshka mbërriti dhe fitoi. Morali: